marrësh atë çash ajo atje, por dhe kështu që në çdo kat mundet ti të aktivizosh. Ke qenë hotel 5 hyje se ne hotelet kisha nuk në fasadë. E kisha në kuptimin pse mos ta aktivizoj. Nuk e sprutson dot fasadën. Si? Nuk e sprutson dot fasadën. Unë prandaj befasova nga po zotëria tha që me këtë fasadë që po bëjnë këta janë gjithë ekspozuar në zjarr. Fasada si rregull nuk duhet marrë zjarr, nuk duhet se bëhet me material që nuk merr zjarr. Si rregull, edhe një se s'po kuptojmë. Fasada si rregull nuk duhet marrë zjarr. Materiali që duhet ketë brenda, duhet jetë material që nuk merr zjarr. Në këtë rast ka marrë zjarr. Tani këtu duhet filloj hetimi. Ti e zotri, qa ke vendosur këtu? Dhe ky është gjykimi shëndosh. Po pra, po na thotë që duhet të jeni të përgatitur që fasada ju merr zjarr. Largo zota jo këtë ne po mësojmë sot. Dhe faleminderit urbanistit që ka mendim kualifikuar profesional që po e ndan me ne këtë çështje sepse premisa që fasada nuk duhet marrë zjarr. Jo, ja të na japi një shpjegim Artani. Po. Zjarret janë pjesë e përbërëse e qyteteve. Ne sot, për shembull, kemi shumë pallate të viteve 90 ku hapësirat e përbashkëta, shkallët nuk janë të ventiluara. Nëse i krahasojmë ato periudhën e socializmit, që kanë shkallët e ventiluara. Ne sot ndjejmë aromat e komshive se çfarë gatuajnë, ndonjëherë mbulohemi edhe me tym nga komshiu vet. Këto janë emergjenca të vogla që nuk shkojnë deri në nivelin e emergjencave, por mbi gjitha kanë të bëjnë me kushtet e dizajnit të shumë keq brenda galerive. Ndonjëherë krijohet brenda zjarr, brenda shkallës vetësh e pamundur që dalësh apo edhe nga vetë tymi. Po flasim për standarde të projektimit, janë një tërësi çështje shkencore, teknikash të cilat duhet të aprovojnë. Nuk ndahen gjërat e merr zjarr apo nuk merr zjarr. Çfarë do lloj gjëje mund të digjet? Ne po flasim për heqja e suvaja nuk digjet si çdo po imi çdo gjë mund të digjet është i pavërtet. Suvaja nuk digjet, tulla nuk digjet, guri nuk digjet, llaçi nuk digjet, hekuri nuk digjet, xhami nuk digjet. Këto janë shumica e materialeve ndërtimore të njohura, të testuara. S'mund të thoni ju gjithçka mund të digjet. Zotëri, çfarë do lloj gjëje mund të kthehet në një bombë me sahat, edhe një xham, edhe një metal, plastik, edhe metal edhe plastik, çfarë do lloj gjëje. Puna është që ne duhet garantojmë masat që mos shkojë temperatura e zjarrit tek ajo lloj gjëje. Është shkenca dhe dija njeriu ajo që parashikon. Nuk është materia. Është shkencore që ne t'i veshim sot në vitin 2026, kur shkenca ka avancuar më shumë, pallatet me një fasadë që siç po shikojmë tek Ish Parku, tek Farmacia 10. Kjo fasadë ndizet dhe kap në kurth njerëzit. Fati i madh që nuk kemi të vrarë deri më sot. Por po të shikoni poshtë rrotullimit Shqiponia, të gjitha pallatet po ndërtohen me këtë fasadë të bardhë, i nderuar urbanist. Dhe unë mendoj që ne duhet të mësojmë nga pësimet dhe jo të si thua për shtatin ndaj vetes tonë qasin që kështu do të jetë e ardhmja. Zjarri mund të bëjë vaki. Duhen hetime, nuk mund të bëjnë gishtin. Ore, më fal, hetimi është gardi i fundit, argjinatura e fundit. Unë mendoj që strategjia më mirë është parandalimi. Parandalimi, kur Noe e ndërtoi arkën përpara përmbytjes. Jo, ne themi çfarë mësime ndjejmë nga këto ngjarje. Lita mësojmë që duhet të rrisim vigjilencën e parandalimit. Edhe hekuj mos dëmtuar aty, edhe tulla është djegur aty. Nëse shifni te pallati, ka rrezik që gjithë pallati të ketë për të hedhur poshtë dhe për të rindërtuar nga vetë flakët. Po ne mund të vërtet që tulla s'ka marrë flakë. Ka gjëra që digjen. Çfarë do të gjëja del jashtë përdorimit. Po tulla nuk digjet pa. Ky është ndryshimi. Ne të gjithë kemi mësuar që kur kemi qenë fëmijë. Ai thot më shumë edhe në mënyrë simbolike. Tulla nuk digjet, s'ka simbol aty, ai është profesionist. Tulla nuk digjet. Digjet del jashtë standardit, atë po thotë ai. Nga temperatura del jashtë standardit, e ka logjikën ajo. Merrte flak tulla. Ishin kartonat poshtë, i vun flakën kartonave sipër. Nëse tulla është vendosur keq, krijon uxhak, mund krijojë edhe bombë ajri për zjarr fikse. Ka shumë gjëra që ne nuk mund të kuptojmë, duhet shkencë vërtet për të ekzaminuar. Shumë banale të thuash që u ndes një zjarr aty poshtë pallatit dhe mori flak, po do sa banale është kush e dëgjon apo jo. U dogjën 5 kartona aty. Dhe mos pallati dhe me flak pallati. Ashtu ka nisur, ke parë vitet e para. Po jo, kjo është do thotë, kjo është ashtu ka nisur. Si ka nisur flaka? Po them, nuk them që s'ka nisur. Po themi atë, po nuk duhet një zjarr të flakën pallatit. Për shkak të 5 kartona. Për problemet e tyre jemi këtu. Ky është skandal. Lida, ju si e shihni? Këto janë shenjat e para të kiametit. Realisht.
Edhe e themi seriozitet. Janë të rënda për televizion. Ka një hadith në besimin musliman që thot që kryeangjëlli Xhibrili pyet profetin Muhammed, i thot: "Më thuaj, profet, cilat janë shenjat e para të kiametit?" Dhe profeti i thot: "Shenjat e para të kiametit janë kur barit reckaman, këmbë zbathur, ndërtojnë ndërtesat larta, barit ndërtojnë ndërtesat larta." Pra ka një garë të barive të ignorantëve të pangopërve për të bërë ndërtesat larta. Dhe ne të kushte jemi, kemi një trafikant mollësh nga Pogradeci, i cili pas 20 vitesh që ka trafikuar moll nga Korça në Maqedoni, nga Maqedonia në Pogradec e aty rrotull, është bërë i pasur dhe i ka hyrë në mendje për të bërë pallate. Dhe barit ndërtojnë ndërtesat larta. E ka thënë historia dhe historia besimit, kur barit ndërtojnë ndërtesat larta, kemi në këtë situata. Kjo është ajo që ka ndodhur. Kupton? Dhe këtu është një ndërtim i ndërtuar në kuti shkrepsesh dhe me bakshishe, zotëri. Këtu çdo ndërtues paguan për të marrë një cop letër për ta dorëzuar në dosje, sepse nuk i përputhet fare ajo që ka në dosje me ndërtesën. Dhe diti ç'a ndodh, kush është keq menaxhimi pastaj. Këtu qeveria jep pallate, leje për pallate me qindra kate, me 10 qindra kate, dhe zjarfikset i lënë me shkallë deri në 5 kate. Po ata që kanë shtëpinë 6, në katën e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se s'po i duhet i numëroj tani, si do zbresin ata kur s'ka shkallë? Ditën e djeshme ka ardhur zjarfiksja nga Kamza, nga Rakipsuli, që e ka 9 kate me shkallë. Erion Veliaj, kjo zonja tani Ristani, që ka emrin kjo, e ka zjarfiksin me 5 kate. Ata lart nuk zbresin tot më poshtë më. Këtu është keq menaxhimi. Ta kanë ndërtuar kiametin me durët e tyre, dhe unë e kam seriozisht se ngele duke ja thënë, dje janë bërë dëme të riparueshme në pallat. Bloza toksike ka hyrë brenda në pallate, në mure, nuk ka gëlqere që i pastron ato. Dhe kuantifikohet tani prej ekspertëve që na thotë që do pastrohet, do rivishet prapë, po kur e ke garancin ti? Nëse ka hyrë në aditiv, nëse ka hyrë në beton, nëse ka hyrë në hekur, ku janë këta ekspertizat? Se ne e dim që për të marrë këtë MNZ-n e famshme, nga zjarfiksja, këta paguajnë lekë në bakshishe. Ku i kanë garancin ta? Ta nga ndërtuar kuti shkrepësh, i kanë lyer pallatet me benzin dhe marrin kështu, siç i pamdje. Ka mendet edhe disa pyetje, ndërkohë ne do kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në studio për të vjuar diskutimin për këtë temë shumë të rëndësishme.